A jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Shikues të nderuar, selam aleikum. Vazhdojmë me podcastin me Frim. Sot me sefere kam një deputet, një vëlla imi, i shumë i dashur dhe i respektuar Mërgim Lushtaku. Mirë se erdhe Mërgim. Mirë se gjeta. Faleminderit shumë për këtë ftesë edhe për këtë mundësi. Me Mërgimin njihemi moti 10 vite e tepër, jena njoftuar për xhamia, për taravia, xhamia moti në Prishtinë. Alhamdulillah. Tash është deputet. Sot kem protest bashkë për liri për çlirimtarët që gjenden padrejtësisht në Hak pas protestës së madhe në Prishtinë dhe Tiranë, sot edhe në Shkup. Si e kishe komentuar këtë protestën e sotshme? Po, fillimisht faleminderit edhe një herë shumë për ftesën. Na njihëm shumë moti edhe kena mojt këtë lidhje edhe fol tash edhe rrjeteve sociale. Sigurisht kjo protestë është domosdoshme në këtë situatë fundit ku shohim padrejtësi që po servohen në gjykatën speciale që në shpesh ata në gjykatë politike, edhe më shumë e ka për qëllim sensibilizimin e qytetarëve se çfarë po ndodh ato, sepse ata nuk janë me emrat përvetshëm që gjykohen, sepse po gjykohet liria jonë. Absolutisht. Edhe qëllimi është qëllimi edhe i furnizimit nga Serbia edhe nga BIA serbe ka qenë domethënë me furnizu prokurorin speciale të gjykatës speciale për qëllim që mi dëmtu domethënë imazhin e Kosovës. Dhe besoj që e pam që nuk ka asnjë akt akuz apo në akt akuz nuk ka asnjë fjali apo që është vërtetuar që ka të bëjë me shtëpinë e verdh apo me trafikim të organeve të njerëzve. Domethënë ka qenë një bluff i madh i thirrjes së ndërkombëtarëve në këtë aspekt, dhe fatkeqësisht domethënë është dëmtuar vet Kosova në këtë pjesë sepse paragjykimi ka filluar ato. Besoj kjo thirrje është domosdoshme dhe kjo protestë është domosdoshme, më vjen mirë që edhe në Shkup, në kryeqytetin Derdan ka një lloj mbështetje dhe e kam pa që ka nga Shkupi dhe nga Maqedonia shqiptar që kanë qenë edhe për protesta të tjera që janë organizuar dhe e kam mirëprit shumë këtë protestë. Sigurisht që si çdo shqiptar edhe Niva obligum spore me ardhë dhe me pa një lloj proteste simbolike këtu në Shkup. Mërgim, është shumë interesant, subhanallah. Domethënë ne si popull kemi qenë maltretuar, masakruar, kanë ndodhur që ne kanë vrarë fëmijë në djep, edhe kjo nuk është film, nuk është ndër, kjo është e vërtetë. Në Barg madje, gruaja shqiptare 7 zone ka shku militari serb, ka shku e ka vrarë fëmijë. Tash prej viktimës po dënë me na shëndru në agresor, që nuk është e vërtetë. Si e komenton këtë absurd? Po fatkeqësisht kjo është një mënyrë absurditet edhe pa shpjegueshme. Pa shpjegueshme kjo. Por kur bota fillon me harru dhe dolin probleme të përditshme, gjithmonë e mon mend lajmin e matri, nuk e kujton të vërtetën. Prandaj është shumë e rëndësishme që e vërteta vazhdimisht të komentohet dhe të ballafaqohet me propagandën që bëhet në përbot, por edhe në trojet tona. Sepse po bëhet shumë e zhurmshme, pastaj nuk dëgjohet edhe e vërteta. Prandaj vërtetë ndonjëherë është e vështirë me fitu terren, sepse gënjeshtat janë kaq të zhurmshme që është vështirë me sfidu, por besoj që mira të vërtetës është çdo herë i qëndron historisë, dhe besoj që edhe këtyre gënjeshtave dhe këtyre propagandave do t'i dalë boja. Padyshim. Dhe këtë drejtim besoj që ne kemi një mision, mas pari si shqiptar, pastaj edhe si përfaqësues të popullit, që të kemi një lloj sensibilizimi, që të mbrojmë këto vlera, sepse pa këto vlera, pa ushtrinë çlimtarët të Kosovës, sigurisht nuk kishim pas mundësinë dhe me fol lirshëm shqip, mu eduku shqip, dhe me pas edhe pozita të deputetit apo të ndonjë pozitë tjetër. Prandaj është shumë e rëndësishme të rikujtojmë sidomos gjeneratës së re, sepse nuk është e rastishme liria e tyre apo edhe juna,
dhe ne nëse spaku nuk kemi një lloj sensibilizimi, një lloj proteste në mbrojtje të çlimtarëve, atëherë pi hupim diçka shumë madhore. Unë mendoj që këtu është edhe fatkeqësisht një minus e kanë edhe gazetarët tonë. Sepse pse? Shife, ato e kanë liferu një gënjeshtë, domethënë shtëpia e verdh, tregti me organe, që nuk është e vërtetë, shqiptari nuk e bankit. Tant mirë mi vesh. Edhe tash e kanë zmadhu, e kanë botë madhe derisa i kanë çu krerët u çekës në Hag. Ndërsa ne ty i pas me fakte, masakrat lloj-llojshme, vrasje të fëmijëve, dhunime të grave. Në vend që gazetaria jonë mu marrë me këto, me autorët, me hulumtime, me asit, ne fatkeqësisht mirëmi e shetin për debate me çka mirëmi për fe, për sen, non-stop mirëmi me për çështje të kota. A feja kambi. E ban një emision 2 orë, a feja kambi, i shtin shqiptarët mu pëllonë me zveti. Kështu që unë mendoj që një minus shkon kjo edhe për gazetarinë. Duhet mu marrë me krimet serbe që janë bo. E jo mu marrë me çështje pa lidhje. Po unë besoj sidomos në këtë aspekt ka pas mundësi me organizu edhe debate edhe me ndërkombëtar, sidomos sepse ata që kanë dyshime, ne kemi treguar që nuk i frikësohem gjykimit. Ne jemi të gatshëm me dalë edhe me mbrojt vërtetën, që kemi mbrojt jetën e çdo qytetarit apo çdo shqiptarit në këtë vend, sepse ne kemi mbrojt të drejtën tonë. Ashtu do të më mbrojt edhe të drejtën në çdo gjykat. Por kur bëhet gjykata politike, sigurisht që na nuk do të më heshtë dhe do të më thirrë dhe edhe në gabimet e ndërkombëtarëve Parlamentit Evropian që mi shfuqizu rezoluta që e kanë ngrit dyshimin që ka trafikim të organeve. Dhe ne kemi po që ka pas edhe një lloj paralimimi me sulm ndaj raportuesit zvicran që ka qenë edhe u dëshmuar që ka qenë serbe, Dik Marti për arsye që mi ndalë dhe mi alo fajin pastaj prap shqiptarëve. Po da. Dhe kjo tregon edhe më shumë për investimin e madh serbërës për këtë histori apo për këtë kanë investuar shumë. Kanë investuar shumë dhe nuk dëshirojnë ata të dalin humbës, po prap ne si shqiptarë do të angazhohemi më shumë sepse tash kemi edhe institucione, kemi shtet. Dhe është fatkeqësi që shteti i Kosovës do të thotë që nuk ka dalë në mbrojtje fatkeqësisht, sidomos kohët e fundit për mendimin tim, kur del Turqia në mbrojtje, që na e respektojmë shumë, edhe dalin edhe Shqipëria, po nuk del Kosova, një lloj garantuesi që ne e garantojmë që ata nuk do të largohen, sepse vullnetarisht kanë shkuar atje më gjyku. Edhe është e olt prej udhëheqjes së qeverisë që kanë tash, po prap mund vjen miq shqiptarët. Populli në përgjithësi pjeshohen të vërtetë dhe po mundohen simbolikisht dalin edhe në protesta dhe ne sigurisht që besojmë që do të hasim në mendjet e arsyeshme që ata të kenë edhe aksione edhe institucionale që me spahuri edhe me largu rezolutën në fjalë, se është e dëmshme edhe për imazhin e Kosovës. Absolutisht. Përgjim, thash, kjo është podcast fetar islam, andaj mas shumë t'i kena mu përqëndru të kjo çështje kafeja, apo domethënë. Ti si mërgim domethënë, elhamdulillah, çish në mosh rinore e kon, domethënë ka je sill në për xhamia, në për hoxhallar derse që dëgju. Si ishte fillimi jot në islam, në fe? Po kryesisht na si familje generalisht edhe fetare, edhe adhetare, gjyshi ka qenë haxhi. Inshallah. Edhe domethënë kjo pjesa nuk na ka munguar si familje. Sigurisht praktikimi i fesë ka ndodhur ma vonë, por më moj mend se unë kam jetuar edhe në Gjermani 5 vite. Dhe jo jeni të Prekazit apo? Jemi Prekazit, lagjës Lushtaku. Prekazi Olt është apo i poshtëm, se ndonjëherë në zhargonin domethënë në Skënderaj thuhet heri Olt, heri i poshtëm. Por zyrtarisht është i poshtëm, Prekazi i poshtëm. Ka 4 lagje apo mahall, si thuhet, Lushtaku, Jashari, Meha dhe Kodra. Edhe kryesisht shihet qartë që çdo mahall ka pas dëshmor, ka pas njerëz që kanë dhënë mastrajtën për këtë vend, dhe jemi krenar që jemi këtë pjesë, dhe në aspektin
kur kemi shku në Gjermani, kum pas rastin, pastaj më kthy kësaj ngjarjes së praktikimit të fesë, edhe na erdhën me na dërguar edhe për kisha si ligjërat fetare, mësim besim që kishin ata në Gjermani. Edhe aty reagova, thash unë nuk jam katolik, nuk jam unë e respektoj fejtë e juve, po nuk më me ardhë në kish, më me ardhë me vizitu, absolutisht çaj respekti, po për edhe u bona një farë indikatori, një farë iniciatori edhe erdhen, pastaj më na mësua dhe mësim besimin, domethënë për Islamin. Erdhën turqisht, po unë nuk e di sa gjuhën turke për shkak se komuniteti më i madh ishte turk aty. Po, në Gjermani. Po gjyshës time i ka ardhur mirë shumë. Tha po shkoj, kem pasi më shku për hujj. Thash për hujj nuk shkoj se tani do të më lë xhenoze. Po ka pëlqyer feja dhe sigurisht krenar për këtë pjesë. Pastaj pas luftës, pasi baba kishte ardhur në luftë me votu dhe u shliru vendi. Vendosëm edhe pse kishim letrat në Gjermani, vendosëm u kthy në Gjermani dhe me qëndru në Kosovë. Më kthy me jetu në Kosovë. Ato pastaj më shumë kam shku me praktiku fen, shkova në ligjërat në atëherë më ishte një mësim besim që ishte sa e kujtoj sezonal, ku më ishte disa kurse, ndjeka për ja 2 javë ditë edhe pastaj posh knatësin e fesë vllaznillakun që e ofron feja që shkup prekaz na ka bashku feja na ka bashku as interesi as politika këtë vetëm domethënë kjo pjesa e ngrohtësi që ta jap feja edhe sigurisht kuptohet vërteta gjithmonë mbizotron nëse dikush e kërkon vërtetën edhe më ka pëlqyer që nuk do të më ka vetëm musliman me fjalë, domethënë më mundu me vepra, sidomos që është në obligimeve që kemi për detyrë. Kjo ka qenë ato fillimi interesimit. Diku në rreth 2000-2001. Po, alhamdulillah. Po mandej në ndërkohë, a kishte pengesa për shembull djali Samijes që musliman po shkon xhami sjellshin këto muhabete. Rrugës gjithmonë ka, domethënë pengesa jo pse Islamin ndoshta paragjykojnë, po normalisht që friksohen edhe propagandat e ndryshme. Më kujtohet një rast kur një djalë tha ku mendu që nuk jenë mirë, tha pse? Tha ku poshtë rrugës falë vetë me veti. Po thash ku mbo dhikër, në pi shpis dhe në gjamje, thash ku mbo subhanallah, dhe në qysh dhikër kena baba. Thash, e tash a ideali vjen në gjumot, tash falet edhe adin e kena një farë ndryshim total. Sigurisht që edhe rajoni Drenicës, po edhe qyteti pas luftës ka pas një rikthim ma praktik të fesë, dhe kjo është shumë pozitive, sepse rinia jonë për mu largu nga droga, nga alkoholi, nga vrasja, që me respektu ma shumë prindrit, për me pas respekt ndaj kombit, me respektu mësusin, profesorin, sigurisht që feja ti mëson këtu, dhe është shumë mirë. Mu personalisht, ka bo një rikthim të vedijes që me pas një arsimim më të mirë. Jo pse nuk kom pas dëshirë, po për shkak se pata një shkputje të mësimit prej gjuhës gjermane në gjuhën shqipe kisha vështirë. Pastaj ndoshta pata një lloj demelie që mos më lexu fort dhe kur fillova me praktiku fen, ka stimulu feja. Ka stimulu feja për me lexu më shumë. Lexoisha normal Koranin, jetën e sahabëve, libra të tjera, po pastaj fillova me lexu dhe libra, domethënë historisë, gjitha këto, edhe bona edhe temë diskutimi edhe në këshillin e profesorëve, ato thonë pse ky ndryshim kaq i madh i mergimit në shkollët mesme. Po qartë. Edhe i erdhi mirë dhe unë tregojsha më vjen mirë që tash e kam një lloj motivi më të madh, se na dim shumë mirë se fjala e parë është lexo studio me dita ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Domethënë që tregon që para se më thot xhenet e xhenem ka ardhur më thot fjala, domethënë lexo, se nuk mundesh me praktiku as fen, domethënë as më ditë vlerën as jetës, më ditë as vlerën domethënë kombit, as gjoja nëse ti nuk je i lidhur me krijuesin dhe me ditë për krijimin që Zoti ka kriju. Alhamdulillah. Mërgjim, më intereson në umre, kur ke qenë për herë të parë dhe të na shpjegosh pak
ndjenjat. Nëse ke qenë, se di e ke qenë. Në para se me qenë në umre kom qenë haxh. Po, në haxh, Dhe po. tani umre kom kryer edhe një herë. Alhamdulillah. 2009 kom qenë për herë parë në haxh. Ishte një mundësi që realisht përmes Bashkisë Islame ne ishim në organizime studentore, kom qenë edhe kryetari i Parlamentit Studentëve. Si përfaqësues na dha një mundësi me shku në haxh kush dëshiron, kush ka vullnet, edhe me krenari me shef më të madhin ne çdo ditë i orientohem drejtohem ka kibla, ka çabja, nga shtëpia e Zotit dhe sigurisht që ka qenë një ëndër që e realizueshme veç si na ka si mundësi me shku, sigurisht kum pranu me një herë. Ndoshta ka qenë ai diskutimi edhe në familje mos është herët me shku, se zakonisht në praktikat tona familjare ku të plakësh, se normal është obligim një herë në jetë me shku dhe po fole dhe diskutimit edhe të migjes të madh e ka pajtu dhe familja edhe baba mirë shkoti s'është problem. Dhe ka qenë kënaqësi kur kem shku atje në haxh pa përshkrueshme çdo ditë u shtërrit ma shumë aja ndjeshmëria jam bo ma emocional në haxh. Edhe kur sepse gjitha ato leximet që i bëj shumë në Koranin, në hadith, për jetën pejgamberit alayhis salam, për shokët e tij, na përftyrojshëm para vetes. Këtu ka ecë Muhamedi alayhis salam, këtu për shembull këtu ka ndodhur kjo ngjarje, pastaj edhe ku largova, që ishte edhe më e ndjeshme largimi. Zakonisht na kena vizituar shumë vende të botës. Po çdo herë mallëngjimi për vendin ka rikthy me një forcë më të madhe. Për herë të parë ka ndodhur që domethënë kur më largu për një vend jam mërzit se kam më largu për aty. Kjo ndodh me këtë interesant. Me vërtet është kur thojnë haxhilerët sidomos vjetër, thojnë nuk di me përshkru me fjalë. A dhe unë mundona mi përshkru prap vetëm ata që kanë përjetuar e din domethënë këtë ndjesi. Mërgim, tash si deputet po në moment vetë. Çish është jeta si deputet i Kosovës? Po flas për ty. Po sigurisht unë kur kom nis misionin për të hyrë politik, unë kom nis gjithmonë me qëllimin që më kontribu për vendin, për çdo qytetar pa përjashtim e bindje, sepse i na thirrën kur të morën një pozitë edhe na besohet një pozitë, me dhënë përgjegjësinë më të madhe profesionale, mu këshillu me njerëz të dijes, dhe sigurisht pa dallime. Dhe besoj që e kom nis në fillim të mirë, sigurisht që ka dinamikën e vet, sepse ne nuk jemi aktiv vetëm në pjesën që shfaqet para televizorit, para kamerave, në pjesën kur flasum në kuvend, kur jena në komisione, por në kodër saj kemi para përgatitje për ligjet, për draftet ligjet që na vinë, për kërkesat e qytetarëve nga gjithë Kosova, dhe duhet me shku me vizitu në për komunat të ndryshme, me dëgju problemet të ndryshme, dhe sigurisht është vështirë, edhe përgjegjësia e madhe, sepse pritshmëria është e madhe. Edhe njerëz mendojnë ndonjëherë që na kemi një lloj shkupi magjik që mundemi zgjedh problemet e tërësishme, por kur ja shpjegon edhe hallexhiut që kjo është alternativa, unë kom po që e mirë kupton edhe e kupton, domethënë çështjen edhe për rolin ton, sepse ne kemi pas nisma ligjore si individ, por unë vetë si deputet nuk mundom me ndryshu një ligj saktun, do me pas shumicën e thjesht për me ndryshu. Kur pas një ligj që ka qenë iniciativa për importin e veturave më të vjetra se edhe të lehtë, u bë temë diskutimi, pastaj ndonjëherë edhe më kanë kritikuar, ndonjëherë edhe më kanë fyr, po pastaj ata fyrësit të mëdhej njëjtën ligj e kanë propozuar për veti. Po sidoqoftë, ajo kjo është ndodh, domethënë se për notë politike, edhe pse ti ke shfaq një ide shumë briljante ose të mirëpritur edhe për qytetarëve, këtë rast për shkak i notë politik nuk e kanë mbështet,
edhe unë këmë thonë personalisht jam I gatshëm mu tërhek, vetëm për propozimin joni unë mbështes prapë, sepse është ligj në dobi të vendit. Prandaj vullneti është I mirë, por mundësit janë të pakta që mundesh me ndryshu nëse nuk gjen edhe mirë kuptim, do më thonë tek deputetët e tjerë. Ki pas edhe një propozim listë për narkomaninë e deputetëve. Po, realisht... Sa më larg narkomana. Po, realisht, po shihet çdo ditë, jo vetëm në Kosovë, po këtë botën, narkomania është prezent, jo vetëm të rritur, po edhe të fëmija, fatkeqësisht, edhe unë si prind, mundona që spore më kujdes për sigurinë me parandalimin e drogës dhe narkomanisë në përgjithësi tek gjeneratët e reja, pastaj sigurisht edhe me luftu drogën edhe rastisi që një asamblesi vetëvendosjes uzon në flagrancë, të më thonë me 10.000 doza estazi dhe sigurisht deputet asamblesi komunës të Prishtinës. E qartë, tamam. Dhe sigurisht unë reagova publikisht dhe kërkova thash që do të më pas një lloj testi për gjithë, pa përjashtim duke fillu për deputetëve, për ministrave, për drejtorave shkollave, për gjitha pozitave, nëse dojnë na me të vërtetë me luftu këtë dukuri. Edhe unë qëndroj pranë kësaj deklarate, sepse me të vërtetë është e rëndësishme që të luftohet me të vërtetë, edhe na do të prim në ndryshimin domethënë të ligjeve dhe të ndryshimit të dukurive negative. Shumë propozime mirë. Test për drogë, kush shmërkat, kokainë, duke fillu deputet, këtë larg, sa më larg për deputet. Çka lipa ti? Fatkeqësisht unë përgëzoj ata që kanë lënë drogën. Absolutisht. Njëri sprovohet, njëri gabon. Por nuk do të më qenë në udhëheqje dikush që ngrej si më thotë, apo që besa edhe shpërndon, po domethënë e bën edhe makesh, bën biznes me këtë çështje. Po këtu dukëret negative sigurisht kur nuk ka vullnet na mund me dal me hap deklarata sa dush vesh në vesh të shurdhë fatkeqësisht, sepse mendon që është vetëm domethënë obezitarizëm, nuk e mendon që është për çështje negative. Unë besoj që në qoftë se edhe vjen një kërkesë edhe prej kundërshtarëve të mi politik, edhe është ide e mirë, do të më mbështet. Ka ndodhur që më mbështet edhe pavarësisht bindjeve të mia politike, partijake, unë kam thënë kjo qëndrimi jam personal dhe unë do të më mbështet këtë ligj të caktuar. Mërgem, vetëvendosja pat shumë vota, 51%, fitore e madhe, ndodhi çka ndodhi, I tradhtojnë ndoshta muslimanët, ju apet e dini komentoni, ligji për familje, mbulesa, u detyrun disa deputet të vetëvendosjes të largon nga vetëvendosja, edhe çajo ka shkak që mu bëhen ngërçi politik, se ni bonin zgjedhjet e ardhshme 51%. Tash çajo çka u largun Eman Rahmani tjerë janë bashkangjit me juve, konkretisht me ty. Si e kishe komentu gjithë këtë muhabet? Po, shiko, realisht ka ditë mirë me filtru, në më thonë me gjithë rrymat shoqërore, nëse më thonë kështu, edhe me komunitetin musliman, Albania dhe vetëvendosja. Edhe unë e thamë shpesh, është vështirë kur ka hipokrizit madhe në politikë. Politika në sens nuk është hipokrizi, apo vetë synonimi që shjapin politikës në përgjithësi, më gjithmonë mendojmë për ka të bëj me dallaver, ka të bëj me keqpërdorim, ka të bëj realisht politika është udhëheqje e vendit me formën më të mirë. Pastaj pse udhëheqjen të tjerë të keq është ajo çështje tjetër. Dhe me këtë temës realisht Albini I fitoi mbështetjen e komunitetit musliman, që është një vot goxha e madhe dhe mbi 10 deputet jasulli realisht edhe vetëvendosjes. Unë personalisht kam me Albinin foto. Se atëherë ketu që unë ato xhallar çka thoshin aty që do të më votu njerin se është të fol kundër islamofobisë, është të fol pro ligjit për mbulesën e kënej, mirë, po nuk ndodhi, nuk realizoi asgjë. Realisht ai kishte pas prej fillimit për të ardhur në pushtet. Nuk ka pas qëllimin për me bë ndryshimet apo mi përgjigj kërkesat e komunitetit muslimanëve në përgjithësi, dhe pam që më shumë me jap ke zhurmë paradave të LGBT se sa
që i ka jap kërkesave legjitime të komunitetit musliman, që realisht i ka posë edhe në përfaqësim në Kuvendin e Kosovës. Unë kam posë një bashkëpunim të mirë, ka posë ndoshta në fillim para gjykime mes njëve se partitë të ndryshme. Por kemi thënë prej fillimit unë personalisht kam thonë më taku me ta për çështjet që ka adheu dhe sigurisht edhe përfaqësimi i muslimanëve, edhe pjesa e mbrojtjes së familjes, sigurisht mund keni këto, mund me llogaritë mbështetjen time. Dhe në këtë pjesë besoj që kena treguar një bashkëpunim të mirë, pavarësisht se kena pas bindje ndryshme partioka apo kemi si një taborë ndryshme, dhe kemi ndalë një ligj apo një kod civil që ka pas dynin e kundër familjes, besoj, dhe ne kemi thënë që ne jemi në konceptin e familjes, siç ka thonë edhe kancelarja gjermane mes burrit dhe gruas. Edhe kjo është ideja e familjes që ne përfaqësojmë dhe mbrojmë. Dhe fal votave tona, për një vot nuk ka kalu. Ne realisht mos me votu fare, po hynën në votim, unë e kom pas deri në momentin e fundit a me votu a mos me votu. Edhe vesh kom thoj shoh dhe hajra, edhe votova po për një vot dol që ke dobishme dhe u hodh poshtë kodit civil. Pastaj një nismë tjetër ligjore ka qenë ligji i gjendit civile, që fatkeqësisht shumë opinioni publik nuk e din për këtë pjesë. Pse tham? Sepse e ka marrë fsheft edhe prej deputetëve të vet. Fatbarësisht kum pas dikan në gjendin civile dhe më kanë thonë që pimojnë një ligj fshet. Tha nuk po na informojnë edhe kod bëjmë ndrimin e gjinisë. Tha çdo 10 vjet ki drejt me ndru gjinin. Edhe momentalisht kum ka ardhur ligji para vetes, sepse duhet me kuptuar edhe qytetarët, ata dëgjues edhe shikues që po na shohin, që ne si deputet jemi ndarë për komisione dhe sigurisht që këtë ligjet nuk na bjen me lexu, edhe nuk na bjen me diskutu, sepse ja besojmë kolegut deputet. Dhe unë nuk ishe në atë komision, as kolegët e mi, dhe më thonë për vendosës që ishe në Eman Ramon e tjerë, nuk ishe në atë komisione, edhe prandaj ka ndosh mi shfrytzu, mi fshej para neve që na me votu, edhe pastaj me thonë, ja shikone jo keni kundërshtu kodin civil që lejon martesat e gjinis njëjtë, por keni mbështet ligjin që lejon ndryshimin e gjinis brenda 10 viteve. Edhe për 5 minuta i kemi informu se kemi mundësinë e kërkimit të shpejt, dhe kemi hulumtu edhe kemi pa me të vërtetë që kam pas atë qëllim dhe kena pas edhe një fiture të radhës ato, sepse këtë ka uzë pastaj edhe bike poshtë që kena mbrojtë. Si të qoftë, domethënë Eman Rahmani, ato që u largun nga vetëvendosja për këtë shkak, tash janë me juve, apo? Po, tash kemi një koalicion parazgjedhor në listën e PDK-s, i kom dëshuar mirëseardhje kryetari Emanit, Amir Ahmeti, Korenica e shumë të tjerë që janë në atë listë. Besoj që është mirë se ardhën edhe më ka mirë që ka pas një pranim të gjitha kriterëve apo parimeve që ne edhe kodin civil të aprovojmë me kërkesat tona. Edhe kjo është mirë se ardhën, sepse me të vërtet besoj që tash edhe mas marrjes së pushtetit të Trumpit në Amerikë, u ra kjo lubim i madh që ishte për martesat e gjinis njëjtë dhe lehtësoi edhe presionin në shtap me thonë edhe politik. Mërgjim, du me ndonë tash me një temë tjetër, viteve të fundit, 2-3 vjet kështu, u paraqit një lëvizje me një garazh, lëvizje e Deçanit, ku eksponentët e kësaj lëvizje thanë që prej sot nuk jena më musliman, prej sot jena katolik, mirë po asgjë nga katolicizmi nuk shprenin në për profilet e tjere, diçka nga Biblia, diçka, thjesht vish urrejtje ndaj musliman. Si e kishe komentuar? Po, lëvizja e Deçanit. Ka këtu shumë informata realisht që sillin që është shumë e dyshimt si lëvizje. Unë personalisht nuk e njoh. As kanë për tyve, por kum po lidhje që kishin edhe me serb,
në bashkëpunim me biznese. Dhe sigurisht që vetë thirrja atyve është përqarse, nuk është thirrje për fenë që besojnë, po ishte për largim nga feja. Është drejtë se cilët me besu atë që dëshiron, ato që është bind, po jo me fy tjetrin, por sigurisht unë më shumë e kom pas si investim edhe prej Serbisë, se sa që kom pa që ka një vullnet apo një besim prapasoj që me të vërtetë ka atë çështje. Edhe është për mendimin tim çdo iniciativë që mendon vetëm largimin e ju afrimin, ato tregon që ka qëllime tjera, ka politike, ka përqarse, nuk ka unifikuese dhe rregulluese. Po më vjen mirë që në përgjithësi populli ka kuptuar këtë dhe nuk ka has në mashtrimet e tyre. Se katolikët e vërtet autokton që janë arrit me to, kena shoqërie se janë kur s'kena pas problem me to. Absolutisht, unë personalisht kom vizitu edhe kisha, Ty, sidomos edhe njësh. prift, kena pas bashkëbisedim mes hoxhës dhe priftit dhe kena pas një respekt jashtëzakonshëm. Për shembull klina që ka edhe katolik, ka edhe musliman, ka mes vllaznive që ka besime ndryshme dhe domethënë ka një respekt jashtëzakonshëm dhe na si popull jena tolerant. Kena tregu botës se dina me respektojnë edhe tjetër. Kur s'kena pas problem. Asnjëherë. Del një plak thot jam bo katolik, okej, je bo katolik, po pse shahesh, pse fyn, pse kërcënon? Apo don, interesant. Po çështja se ndoshta asnjëherë s'ka qenë musliman. Po asnjëherë s'ka qenë. Në formë se zakonisht ata që janë që lexojnë edhe e kuptojnë fenë nuk më kanë ndodhur ndonjëherë në raste shumë të vogla që ai ka mujt më zbej, domethënë praktikimi, po ka mujt më largu, se ka posi të vërtet vetëm këtë rast fenë. Mërgjem, pin tem çto kena me kësisi, çto është podcast. S'është problem, tema të lira. Tema të lira. Pi hoxhallarëve shqiptar, kanë dëgjon a ki dhe një të preferum derse kështu ligjërata? Po, në kom dëgju derse të ndryshme prej hoxhallarëve prej rinie, ose kom qenë sigurisht hoxha Ekrem, Enis Rama, në më thonë kanë qenë ata në fillim, sigurisht që kom dëgju edhe hoxhën Shefqet, hoxhën Bekir. Realisht e din shumë mirë që na kemi qenë, siç e tha edhe në fillim, shok, edhe kemi qenë për xhamia që kemi shku me krye obligimin ton. Kemi pas mundësinë shëgjyr Zotit me po ligjërata të ndryshme dhe mu formu si identitet edhe si personalitet. Dhe besoj që na ka ndihmuar shumë në jetë dhe besoj që ata japin shembull më të mirë të kërkimit të detyrisë, respektimit familjes, respektimit dhe kontributit për atë dhe i për shtet. Dhe kjo na bën edhe neve me jap një kontribut më të madh dhe në misionin apo në pozitatuna që i kemi. Mërgjem, pa modesti, kështu thjesht ta thamë si realisht shifet edhe kjo edhe te ana juaj, se nuk, për shembull zakonisht kur i djali një komandant, djali një zakonisht kanë prirje ato të jenë pak më mendim dhe pak më se mirë, po modestia jote shifet, alhamdulillah. Faleminderit Zot. Si ceke porzit, familja Jashari, domethënë njëjnit prekazit. Unë zakonisht edhe në podcast këtu po edhe kur kom punu derisa, kur kom bëu shkurtesa, kom insistuar që hoxhallar kur flasin për vlerat e familjes Jashari, për Ademin, për Hamzën, mi spikat. Domethënë pse kjo ndodh? Kjo ndodh sepse gjithmonë hoxhallarët flasin derse ligjërata për ndodhirat që kanë ndodhur në kohën e pejgamberit, që është, shumë mirë, në kohën e sahabëve, në kohën e tabiinëve, këtë mirë po ndodh që vinë dokumente dhe mirë be shka është kjo puna juve, veç për arab, falni veç për as ka dhe një shembull, ç'e shembulli? Ka shembull edhe në kohë të sotit, për shembull sakrifica Jasharit. Mirë po çka ka ndodh, Mërgjem? Kur i kum shprej këto, kur i kum spikat në për Facebook, në për internet, në për YouTube, kanë dalë disa kasetor kanë thonë, këshiri këto radikalcat dojnë me përfitu nga familja e Jashari. Që nuk ka e vërtet. Ne nuk dojmë me përfitu nga familja e Jashari. Ne dojmë me tregu që familja e Jashari janë shembull, për pos që janë shembull Omer ibn Hatabi, sahabita në kënet, të mesin e shqiptarëve kemi shembull, ja. Kështu që kisha pas dëshirë
Me fol për këtë temë për familjen Jashari. Pikpamja jote. Unë e di, si thash edhe na, në Prekaz gjitha familjet kam pos fetar, kam pos haxhi, vetë Shaban Jashari ka qenë medresant, edhe ka qenë edhe mësues edhe kanë largu me so e di unë prej shkollës pse ka qenë fetar, ka qenë medresant, ose komunizmi ka qenë kundër fesë në përgjithësi. Ne i shumë familjen Jashari me respekt, sepse edhe kombëtarisht, po edhe fetarisht kanë respektu gjithmonë edhe kombin edhe fenë, edhe nuk kanë pas qysh me dalë ndryshe për Shaban Jasharit, edhe sepse ai edukimin, arsimimin ja ka dhënë të tillë, dhe normal me respekt ndaj adheut, ndaj familjes, ndaj gjeneratave të reja. Dhe unë e shoh edhe gjeneratën e re vinë falin xhamon, vinë shkojnë edhe falin Bajramin, domethënë respektojnë fenë, dhe kjo për krenari, domethënë si familje që kemi në kombin tonë shqiptar, që respektojnë, janë shembull, dhe absolutisht unë besoj që secili ka ndoshta pikpamjet e veta se si mi përshkru, po ne vetëm për përshkruajmë ato që janë. Çfarë të janë? Nuk po thoj më zot tjetër. Edhe besoj që është ndoshta në misionin e tyre me kundërshtu, por është gabim, sepse ne nuk mund me bë vetin arab, ne jemi shqiptar, nuk mund me bë as dikan serb, se mund me fol ne ndoshta ne mendësinit njëjtë, po besoj që ne sigurisht i kritikojnë sepse për kanë mendësinë e njëjtë, por është ajo pjesa e trungit familjar që e bën. Po ndonjëherë më mirë me kohë i etnisë tjetër edhe me pritë se so me kohë shqiptare me fol njëjtat qëndrime. Ne jemi si tash krenar që kemi familje që kanë dhënë kundërbët vazhdimisht, edhe kanë pas formësim edhe fetar. Kemi pas, domethënë, nga lidhja e Prezerenit, kemi pas kemi pas hoxhallar që kanë jap kontribut për edhe në luftën e fundit në Kosovë, për shembull. Ka qenë domethënë imami nga Buroja që ka mshef edhe armatimit domethënë përfuni nga fshati Buroj. Nga fshati Buroj. Fshati Hashim Thaçi. Fshati Hashim Thaçi. Dhe mas xhumas ka thonë na kemi obligim me luftu, merrni armët dhe armatosni sepse kemi obligim. Domethënë besoj kanë qenë shembull që do të me pri për mi mbrojt familjen dhe kombin në këtë drejtim. Edhe më vjen mirë që familja Jashari tash është edhe identiteti i kombit shqiptar. E vërtet. Adem Jashari përndishe ka qenë i afërt shumë me babën tanë Samir Lushtau. Ka qenë shok, me thonë ngusht, unë kujtoj kur vike Adem Jashari me maturin e tij të famshëm. E mamën ti Adem. E mojmen, dhe më thonë se deri në 8 vjet so kom qenë në Prekaz. Moshën 8 vjeçare. E kom mojmen, dhe më thonë kur vike, sidomos kohën 7 vjeçare, 8 vjeçare, me matur kam pas konsultime mes njëri tjetër sigurisht ato çështje që unë nuk kuptua kohën kur kam qenë atëherë. Ne bile kam një foto në motorin e tina, unë vllav, baba, Adem Jashari na ka qenë në foto. Ai më ka fotografu. Ai na ka fotografu. E tash e mojnë në kujtim edhe më shumë sepse historia tash sigurisht e ka qenë sipërfaqe edhe më shumë kontributin e tina për atë. Interesant është se edhe në foto ai ke pa, domethënë Samir Lushtau ku Adem Jashari, domethënë edhe në për foto shumë. Do janë kanë bashkë ata. Allah i shpërblet për kontributin. Ata realisht na dim shumë mirë se çdo kënd, sidomos kur Serbia kishte çdo kënd njerëz të vet. U dosh ministër nga një celul shumë e besueshme. Dhe besoj është e mirë kuptueshme që kanë qenë këtu familje edhe kombëtare dhe fetare, që kanë qenë edhe në afërsi me njërin tjetrin, që me rujt mos me dal asnjë informat. Edhe në njëjtë fshat, domethënë Prekaz, ka me Laskudrën, me Adem Jasharin, domethënë Sajt Jashari, Mus Jashari, gjithë ta emra, Jetullah Geci, pastaj etj mos hyj me emra, po kanë qenë domethënë
në bashkëpunim prej rinie, kanë qenë aktiv, nuk kanë qenë rastësisht bashkë dhe nuk është rastësisht që është themelu nga ta dhe ushtria shqiptare e Kosovës. Si keni raportet që tash me këto nipat e Asharëve? Janë rritë tash, apo? E në rritje bo burra dhe më të mëdhej se vëne, mirë, sigurisht na i kena dinamikën e vetë, tonë ata kanë dinamikën e vetë, edhe në përgjithësi kemi komunikim të mirë, sigurisht ata nuk janë tashmë aktiv në politik, por kemi raportet mira, dhe po më shumë jemi të angazhuar këtë pjesën politike, ka ras fëmijët tonë speshohëm angazhim çika e vogël amra ka emrin edhe thot bab nuk po të shëmët, është mirë me orë më shpesh. Sa fëmijë ke më? 4, një djalë edhe 3 vajza. Mashallah. Allah i rujt inshallah. Amin. Pas që hinat hadithin e pejgamberit, ku shiko 3 vajza dhe kujdeset, e fiton xhenetin. Inshallah. Vajzë ne dina shumë mirë që edhe nga mësimet fetare që kush e uzon një djalë, e ka uzuar një individ, kush e uzon një vajzë, e ka uzuar një shoqëri. Kuptimin na një që uzimi është prej Zotit, po kuptimin e edukimit, dhonës të moralit, edhe djalit edhe vajzës, sepse me të vërtetë është shumë e rëndësishme edukimi i gjitha gjenive, po i vajzës edukon familjen ajo është. Mu kujtu ose që fset njerë me një ders dhe ke djalit sa dush kallëzoj ders. Aja është qaj, ajde mërë vesh. Smerë vesh dhe me... një vajzës mi kallëzu atë të moj ke eduku një shoqëri se dhe ote. Me mërgjem Allah i trujt inshallah. Komuniteti musliman, sa mundet mu mbështet, në thoj, sa mu mbështet tek ju. Jemi para kamera, jemi zgjedhjet po vinë me 28-in. Tjetër kur e ke një person besimtar, sa mundet mu mbështet ti? Dhe më thonë për probleme ndryshme, largimi i shamijës, fyrjet, kërsnimet, mrejna, e tjerë. Unë besoj që ata që më njohin e kom dëshmu që çdo herë kanë derën hapur, pa dallim, sigurisht edhe për pjesën e vllaznive dhe motrave të mia që janë në të njëjtit komunitet. Absolutisht derën e kanë të hapur dhe kanë me promovu në mënyrë më të mirë. Çdo padrejtësi që është në detyrën edhe tam me luftu për drejtën e tij dhe edhe ti, sikur me ko vajza jam, sikur me ko djali jam, sikur me ko vëllavi jam, sikur me ko motra jam. Kemi për obligim. Sigurisht unë nuk më bë ndryshime të mëdha se jam individ, prandaj na duhen ekip, na duhet mu rrit në numër dhe në përfaqësim dhe besoj që mund me bë ndryshimin real. Por besoj ndonjëherë më mirë është me qenë një shtyllë e fort, se so ndoshta njëherë vetëm me kon numër shumë e mos me pas tani një ndikim. Unë besoj që në organizimin politik ku unë kom vepru e kom dëshmu që e kom mbështet edhe vëllezërit dhe motrat të besimit, sepse besoj kam pas të drejt dhe nuk e kom trumbetu që kom bë, sepse e kom një obligim me mbështet, sepse e kom mbështet vetëm një drejt, asgjë më shumë, asgjë më pak. Dhe besoj që është koha që me pas edhe një mbështetje edhe gjithmonë edhe në çështje të tjera. Po fal Zotit është lehtësu. Domethënë thonë kjo pjesë edhe aktivitetet me qenë njerëz në vendimarrje, sepse ku ti ke njerëz me vlerat që ti posëdon në përfaqësim, beson që është më lehtë pastaj edhe me vepru, edhe me kërku një drejt tonë, që mos më bë pa drejt edhe për çështjen e shamis, por edhe për çështje të tjera që është se në fund ditës kur kanë luftu edhe Adem Jashari, edhe baba jam dhe të tjerët kanë luftu me kot lirë, ju me pas pengesa. Pastaj pse ka dikush do ide tjera, më fal, ti zotniti mundesh me pas idetë tua lejtë të shtëpia. Derisa janë në kundërshtim me drejtën e tjetrit, me mohimin e drejtës së tjetrit, atëherë arsimi është e drejta elementare që është bazike dhe nuk mundet me ka kundërshtim, domethënë vetëm se ty të pengon një çështje e caktuar.
mundet më pengu në çështje të caktuara, po ato pengesa do të më moj për vete. Unë besoj që është të ndryshu pozitivisht praktikisht. Domethënë ai dim shumë mirë që vajzat me mbulesa janë duke viju shkollimin. Ligjërisht ende nuk është rregulluar, kam pas mundësi vetëvendosja me largu, sepse dim shumë mirë që ka premtuar para komunitetit musliman. Në për iftare. Në për iftare, në për besa dhe në Maqedoni, sa di ka ardhur këtu. Por vërteta është që s'e kanë marrë mundin, asgjë bile kanë konteshtuar me të madhe. Prandaj edhe unë kuptoj edhe manin e të tjerë që janë largu, nuk i kuptoj ata që qëndrojnë, sepse unë e kuptoj njeriu mundet me besu edhe një politikani, sepse besimi është virtyt. Por marrë është me besu 2 herë një mashtruesit. Sepse kjo është edhe hadith. Është edhe hadith. Edhe prandaj unë është ka gjë zhgënjyse të disa njerëz që vazhdojnë me mbet një organizatë e cila e ka tratu domethënë besimin, se vota është besim në një njeri që e ka dhënë disa premtime, dhe unë besoj që është koha që me reflektu, sepse funditës nuk është vetëm këtë çështje, se Kosova ka halla dhe të tjera dhe probleme të tjera përditshme, dhe fatkeqësisht në vend që mu rregullu punët dhe më lehtësu jeta qytetare, po vështirësohet çdo ditë. Dhe propaganda ka që e madhe që njerëz harrojnë ndoshta ndonjëherë para votimit problemet reale që ata sfidohen çdo ditë. Sepse gjithmonë një farformi po blen paqen me 100 euro për student. Harrojnë që çmimet e rrit ekstrem. Është bo propaganda e madhe që na nuk blejnë më rrymë prej Serbisë, që realisht prej fillimit kanë blej rrymë, por vetëm e kanë kamuflu këto me një paket që po vjen prej Slovenisë. Edhe në fund ditës do të më falendru gazetarë që kanë bërë gazetari holumtuese dhe kanë gjetë domethënë vërtetën. Unë e kuptoj kur ti nuk ke mundësi të tjera, mos e shfaq para publike që unë e kom ndru, në realitet se ke ndru. Ka të vërtetën s'kina pas mundësi me ndru, sepse janë ligjet e këto që është rryma ma e lirë, por derisa ti mashtron popullin, me këto atëherë ti prej fillimit ke mashtru, se s'ke mujtë me ndryshu këtë gjendje. Qysh ka mashtru edhe me bashkimin kombëtar. Shka thonë, kjo është një nend që let bëhat, si të vinë për shtet e hekin e një në tre dhe kry puna. Por e harraj, serë në për shtet, është një lloj pirje politike se të merr pozitën, pi harran premtimet që e ke bërë, është për keqardhje. Përgim, i në të bisedu sa u bon plota, u bon një gjysore. Po unë s'muj me ka përci podcastin pa u recitu në i hadith. Nëse e ki në i hadith kallëzë se është edhe një thonje ati ku nuk përmendet pejgamberi sa sema i vend mallkohet. Nëse të bën po unë e kisha thonë një hadith që më ka lë përshtypje edhe gjithmonë. E kom su të parin, po e më e rëndësishme. Ja. Çdo vepër shpërblihet sipas qëllimit. Inna mala amelu biniyat. Çdo ndoshta shqeptimi si ka mirë. Tamam, si e hoç. Mjafta për ti. Mu ka lë përshtypje se domethënë tregon sipas qëllimit. Sepse çdo vepër fund ditës ka edhe cila është arsye pse e ke vepruar. Se mundesh me vepruar për mendjen masi, për interes të botës, edhe më kallo përshtypje edhe të rëgohet pastaj edhe rasti nëse e merr një rrugë për hir të Zotit, se kish problemin edhe nëse vdes domethënë gjatë asaj rrugës. Ta merr Zoti jetën gjatë rrugës. Por edhe nëse ke marrë për tregti për hir kësaj botës. Dhe më kallo përshtypje vazhdimisht, edhe është hadithi tjetër, çdo vepër shpërblet sipas përfundimit. Që unë e kum ndërlidh këto dyja kuptimin që ne të gjithë do të fillojmë me një jetë mirë, po do të më përfundu me gjatë jetë. Mundesh mu përmisu absolutisht edhe na gjatë rrugës jemi gabimtar, po duhet mu përmisu dhe me kërku fundin edhe fundin e mirë. Dhe më kaloj përshtypje këto dy hadithe. Dy hadithe mrekullueshme. O mërgim, do shta me dalë me një temë tjetër, shtash, për mediat në Kosovë. Shumë në viteve të fundit çështja e fejes është top temë. Si dia e ke vërejt. Se unë i përcjelli këto.
Shka është puna, pse? Kanë edhe shikoshmëri më shumë. Klikime, po dhe. Klikime. Po. Shiko, çdo çështje që kërkon vëmendje, që kërkohet vëmendje, sigurisht që bëhet më e madhe. Unë besoj tonë sulmojnë atë trungun e madh që bën pemë shumë. Dhe sulmojnë sepse i dëshirojnë ato pemë të mira. Edhe unë besoj që në këtë pjesë nuk bën përjashtim as feja islame që sulmojnë vazhdimisht edhe ata praktikues që nuk janë përfaqësues funditës të islamit, ata mund me qenë edhe gabimtar. Po funditës e shohin si pengesë. Dikan edhe pengon, kanë agjendat të tyre, sigurisht. Për mu, islami ka një kontribut të jashtëzakonshëm edhe në identitetin tonë shqiptar, edhe jam krenar që edhe gjatë historisë kemi pas burshtetasa, njerëz të mëdhej figura historike si Idris Seferin, kemi pas shumë figura si Sami Frashrin që kanë dhënë kontribut. Po kemi edhe ata tjerë, Anton Qetën që nuk nuk e mohojmë. Nuk e mohojmë, edhe absolutisht ka një kontribut të madh. Dhe unë besoj që identiteti shqiptar ka një lidhje absolutisht edhe me fenë islame, sepse ne e dim e lirë që kemi qenë dhe nuk e mohojmë si loz, por të fjala apo të lidhja e prezereni kur është bo atëherë në shekullin 17, fund shekullin 17, fillim shekullit 18 si nocione të kumbit, dhe më thonë atëherë ju ka jap drejtimi një farforme edhe formimit të kumbit, se kemi qenë fiset të ndryshme, por kumbin se kemi pas. Edhe aja ka qenë aja deklarata një farforme e formësimit kumbit, sepse ato edhe dim shumë mirë që kanë ndodhur në xhami, lidhje e prezrenit. Atëherë Mërgem, të kisha për fund akime shtu në Isan. Po, unë mas pori du me falendru shumë për këtë podcast, du me përmbyll me një hadith që mu kujtu kështu, që ndërlidhet me jetën e gjithë secilit, ku Muhamedi a.s. ka thënë shfrytëzoni 5 gjëra para se të vinë 5 të tjera. Allahu Akbar. Ka thënë jetën para vdekjes, rinin para pleqërisë, pasurinë para varfërisë, kohën e lirë para nxënjes së punës. Ndoshta radhitin se s'ka dert. Po më rëndësi domethënë është për mbajtje, besoj sikum harru këtë asnjënin. Dhe kjo do të realisht ta përshkruaj këtë jetën në përgjithësi që do me pas një vëmendje vazhdimisht dhe kisha përshëndet për punën që përbëni dhe është Zotit që sa më shumë njerëz të lidhen me Zotin, sepse kur të tjerët mujnë me të harru, Zotit të harran. Dhe kjo është më e rëndësishmja në funditës, ku të thojnë kumbi apo feja, thamë Zoti, sepse Zoti ka folë edhe kumbin edhe fejnë. Përgjigja më e mirë. Më e mirë, edhe është e vërtet. Dhe besoj që kur ka ardhur Ademi a.s. këtë botë, ai ka qenë i krijuar prej Zotit, edhe çysh ka ardhur gjithçka, dhe ka sjellë edhe fejnë. Edhe këtu pastaj nocionet janë tjera, po këtu më shumë bojnë ndoshta për qëllime mindo, me mundin të veçantë. Po realiteti më i fortë ku i ki dyat. Absolutisht. Mërgim Lushtaku, thash, i na njoftu në xhami, edhe në xhami kena me përfundu, inshallah. Neve s'na lidh partia, s'na lidh interesi, s'na lidh asgjë, vetëm dashuria për hir të Allahut. Komuniteti musliman e ka një personazh shumë të qartë për ta votu, i cili do të brengoset për komunitetin musliman. Andaj ja ku e keni Mërgimin. Inshallah Allah i jep sukses, e na animon. Amin, inshallah, jena dobishëm kudo që të jemi. Faleminderit për këtë prezantim. Jam nashta fjalë më të mëdha se so e kam, po mundohem me kon vetvetja dhe kurdo që ka nevojë mu më këshillu, janë dyrë të hapë nëse na jena njerëz dhe gabojmë, dhe edhe kritikat edhe këshillat i mirëpresëm. Unë, nëse e vërejtëm, këtë podcast nuk përmejnë asnjë parti politike. Unë e përmejnë Mërgimin, vlla e kam e një mirë, kështu që shifemi javën ardhshëm. Selam aleikum.